Big Brother VIP, dhe edicionin e tij I cili po thyen çdo shikueshmëri, dhe mendimin e Luiz Edit I cili hyri si protagonist për vetëm 3 ditë për promovimin e filmit të tij, të gjithë I kanë syt nga ky emision. Por duket që pikpyetja më e madhe dhe pjesa ku çalon ky edicion është tek opinionistja, po flasin për Monika Kryemadhin, personi I cili tashmë është gjyqin nga SPAK dhe merr të gjithë vëmendjen e duhur nga televizione duke promovuar të gjitha setet e saj. Por pse ky shtet promovon persona të cilët janë kriminal dhe kanë vjedhur nga ky popull? Tashmë ka nidur një pikpyetje se pse Miri mbrohet nga Monika Kryemadhi dhe duket që kanë pasur një lidhje shumë të gjatë mes tyre. Landi, pjesë e West Side Family dhe shoku I ngushtë I Mirit ka sqaruar një herë mirë për zërat se një mbështetje preferenciale të opinionistës Monika Kryemadhi ndaj banorit të Mirit. I pyetën nga moderatori nëse Kryemadhi e ka mbrojtur Mirin për shkak të njohjes së tyre nga jashtë, Landi e ka konfirmuar duke thënë: "E ka mbrojtur, mund të thosha, objektivisht Mirin. Nuk e ka futur në sjellull, tashmë edhe hajta për gëdhel", është shprehur gjatë intervistës. Ai e ka parë objektive edhe në rast caktuara kur Miri ka ndërhyrë me një fjalë I ka thënë: "Miri, këtu e ke mirë", por edhe në momente caktuara kur ka qenë për ta korrigjuar, ka korrigjuar. Dhe duket se shumë aludime thonë se ka lidhje me jetën politike të Monika Kryemadhit dhe lidhjet që kanë pasur me të gjithë tregjet dhe shkëmbimet financiare që ka pasur në ndërtimin e partisë LSI. Pra duket se Miri është një person me ndërlikuar nga ç'duket. Jo thjesht një reper dhe pjesëtar I West Side Family, por një njeri I përfshirë në politikë. Siç e dim, politika në Shqipëri ka lidhje me krimin, por Miri duket qartë që qëndron larg tyre. Po ju çfarë mendimi keni? A mendoni se Monika Kryemadhi ka lidhje të fortë me Mirin dhe po e mbron? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit tonë. Ju faleminderit.